Ke qejf të vetë shpallesh nga miq në rival. Stine përplaset me Mirin në Big Brother. Një përplasje tensionuar ka ndodhur gjatë primeve të sotëm mes banorëve të Big Brother, Mirit dhe Stines, duke treguar se miqësia e tyre po lëviz drejt rivalitetit. Stine nuk ka kursyer ironin kur ka folur për Mirin, duke thënë se ai ka qejf të vetë shpallet dhe duke i kërkuar banorëve të tjerë që ta duartrokasin këtë veprim. Miri ka qejf të vetë shpallet, por në të vërtet po merr shprehjet e duhura, një duartrokitje për Mirin, ka komentuar ajo me ironi. Nga ana tjetër, Miri ka kundërshtuar, duke sugjeruar se reagimi i Stines nuk kishte mjaftueshëm aksion dhe se disa gjëra nuk kanë nevojë të diskutohen. Ti mos fol, ke kohë nesër e pas nesër. Për disa gjëra nuk ka nevojë me fol. Mere si të duash, ka thënë Miri, duke treguar qartë distancimin nga ajo që konsideron shfaqje të tepërt. Banorët e tjerë nuk kanë nguruar të komentojnë situatën. Selin ka vlerësuar se Stine nuk llogaritet shumë në lojë. Për Stine duhet të mendohem kur flas. Unë mendoj që nuk e llogaris fare në lojë, është çunak. Ndërkohë Armiri ka theksuar se ai është më shumë shok me Stinen se sa pjesë e strategjisë së saj. E ndjej veten afër Stines, por jo në strategji. Që ditën e parë deri sot nuk kemi bërë muhabet stërgjat. Kristi ka vënë re një ndryshim në qasjen e Stines, duke thënë se ajo duket e motivuar të ndërtojë lojën e vet, ndoshta duke imituar stilin e Mirit. Lore ka dhënë një analizë më të gjerë. Pas videos që pam sot në prime, çunat janë pozicionuar në dy pole të kundërta. Ne po i japim ushqim që të gozhdohen aty ku janë. Stine ka më afër Armirin, Miri ka më afër Selin. Por kjo nuk do të thotë që nuk po bëjnë lojën e tyre. Konflikti midis Stines dhe Mirit duket se nuk do të shuhet shpejt, duke lënë shenjë në dinamikën brenda shtëpisë dhe duke prekur edhe marrëdhëniet e banorëve të tjerë. Tensioni mes tyre po i bën fansat të mbajnë syt nga çdo lëvizje e tyre në Big Brother. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.